Juliana Nura, ish banorja e Big Brother VIP Kosova, ka bërë komente të drejtpërdrejta përmes instastorit lidhur me banoren e re, Bia Khalifa, e cila është modele në OnlyFans dhe vjen nga Rumania. Sipas Gjulit, Bia përballet me pengesa gjyqësore që sipas saj e bëjnë të pamundur të zhvillojë një debat të mirëfillt brenda shtëpisë. Në mendimin e saj, roli i Bias në këtë format më shumë i shërben audiencës mashkullore sesa dinamikave reale të debatit dhe ndërveprimit, pasi eksperienca e saj kryesore që mund të ndajë është lidhur me OnlyFans dhe aspektin estetik të paraqitjes së saj si modele. Në një reagim që ka marrë vëmendje në media, Gjuli theksoi: "Ajo ndoshta është më shumë për shikueshmëri të meshkujve dhe me kqyr Big Brotherin dhe kaq. S'ka qysh me tregu ajo eksperiencë, vetëm të OnlyFans dhe qysh mu do ke bukure me shit trupin e vet, edhe pse nuk po du me paragjyku, por ajo nuk mundet me debatu." Këto komente të Juliana Nurës kanë ndezur diskutime në rrjet, si për rolin e banorëve të rinj me origjinë të huaj në spektakle të tilla, ashtu edhe për limitet dhe mundësitë e debatit kur barriera gjyqësore janë prezente. Përveç diskutimit mbi përmbajtjen që Bia sjell në shtëpi, gjatë hyrjes së saj u theksua se formatet e reja televizive gjithnjë më shumë përfshin personazhe me profile të ndryshme për të tërhequr sa më shumë vëmendjen e publikut. Në përgjithësi, deklarata e Juliana Nurës pasqyron një kritik për rëndësinë e përfshirjes së banorëve që mund të kontribuojnë realisht në debatin publik të Big Brother VIP Kosova, si dhe shtron pyetje mbi balancën mes shout, autenticitetit dhe përfaqësimit të vërtet të përvojave të jetuara në formate televizive. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.